Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në panelin e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm, një organizim i zhvilluar në Abu Dhabi nën kujdesin e presidentit e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama u ndal tek investimet në sektorin energjetik në Shqipëri. Kemi burimet hidrike dhe jemi 100% me energji të ripërtëritshme, nuk kemi energji nga karburantet fosile. Pra këtu jemi tek niveli më i lartë i renditjes tek në këtë botë të re. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke pasur 100% energji të gjelbër. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e bekoft, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para. Kryeministri u ndal edhe në zhvillimet e inteligjencës artificiale në Shqipëri, që sipas tij po ndihmon në transformimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian, teksa më parë vendet duhet të kishin një ushtrim përkthyes. 95% shërbimeve tona ofrohen në internet, pra elektronikisht. I kemi mbyllur të gjitha zyrat e kontaktit shërbimeve në vend, po e përdorim pra atë për të gjithë procesin e transferimit të legjislacionit Bashkimit Evropian në korpusin ton ligjor, sepse është në fakt po themi një pushtim në thonjza, sepse që ty në Bashkimin Evropian të duhet të miratosh çdo ligj do rregullore në të njëjtën mënyrë. Për gjitha vendet ky ka qenë një vëllim jashtëzakonshëm pune me përkthyes, me jurist, me hartues, me korektor, ndërkohë që me inteligjencën artificiale ne po e bëjmë këtë gjë shumë shpejt, në mënyrë shumë të saktë. Po kështu kemi edhe një ministre të inteligjencës artificiale. Ajo punon për shërbimet dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian dhe po punon për diçka që ne besojmë do t'jetë diçka e fjalës fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale, për t'i hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjenca artificiale.